Shoqata humanitare Bereqeti, e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, në vazhdimsi po i ndihmon familjet nevojtare me artikuj ushqimor dhe veshmbathje. Ky solidaritet shtohet më shumë gjatë festave dhe gjatë muajit të Ramazanit. Familjet që jetojnë me asistencë sociale, të cilat janë të vendosura në strehimoren kolektive në Stan Tërg, në vazhdimsi janë duke u ndihmuar nga Shoqata Humanitare Bereqeti, e cila funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Banorët thonë se për ta e rëndësishme është që nuk janë harruar. Që Ramazanin të në animue, inshallah Zoti shpërblen. Aty në që animuen, këty në gjine që janë në qendra kolektive. Sa do pak do t'ja zbutën situatën gjendve që janë nevojtar për këtë ndihma. Humanistët e Bereqetit të përkushtuar thonë se nuk do të ndalen së veprori në misionin humanitar. Po ju themi këtyne se na gjithherë do t'jemi në krah tyre dhe bojmë apel edhe për organizata tjera që ne të bashkëpunojmë me to dhe këtë numër ta zvoglojmë. Numrin e familje me asistencë sociale ta zvoglojmë për shkak se numri shkon në rritje. Kështu që në këtë aksion humanitar pat edhe rroba të reja, të cilat na ju ofrojmë aty në familjeve, të cilat kanë nevojë më shumë. Familjet e vendosura në strehimoren e Stan Tërgut thonë se muaji i Ramazanit si dhe festat u janë më të lehta dhe të begata kur ndihmohen nga bashkombës të tyre.